Territori i Kosovës për datën 20 maj 2026 do të karakterizohet nga motë relativisht stabil me vranësira të pjeshme dhe intervale të shumta me diell. Paraditja do të jetë kryesisht tek qiellet në pjesën qendrore dhe jugperëndimore, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të lehtë të vranësirave pareshje domethënëse. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 8 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 11 deri në 19 gradë Celsius, Podujev 9 deri në 17 gradë Celsius, Skënderaj 11 deri në 19 gradë Celsius, Pej 11 deri në 17 gradë Celsius, Prishtinë 9 deri në 18 gradë Celsius, Gjakov 11 deri në 20 gradë Celsius, Malishev 11 deri në 19 gradë Celsius, Gjilan 8 deri në 18 gradë Celsius, Ferizaj 11 deri në 18 gradë Celsius, Kaçanik 10 deri në 17 gradë Celsius, Suharek 11 deri në 20 gradë Celsius, Prizren 12 deri në 17 gradë Celsius.